Kjo është tavolina në lokalin Koral në Shëngjin, ku më 19 prill 2023 u vra pabesisht pronari Ardian Nikulaj, nga një armat e huaj vrasësisht dhe vëzhguesish. Prej gati 3 vitesh, mbi të qëndron bishkërimi e rezervuar për gjithmonë. Askush nuk mund të ulet aty në nderim të Nikulajt, i cili ishte viktime e radhës e hakmarrjes mes familjeve Lekstakaj dhe Nikulaj. E përditshmja britanike The Sun i kushtoi një shkrim të gjatë vrasjes në hotelin e Nikulajt në Shëngjin në mes të ditës nga portugezi Ruben Saraiva, i ekstraduar nga Maroku e që deri më tani i ka mohuar akuzat. The Sun udhëtoi në Shqipëri dhe takoi Nikulaj, të cilët hapën dosjen e provave që sipas tyre tregon se kush qëndron pas vrasjes. Ata i thanë The Sun se frika e hakmarrjes së nisur prej vitit 1997 nuk ka përfunduar ende. E veja e Ardianit, Rudina Nikulaj, në lot tha se vrasjet duhet të ndalen. Në Britani të Madhe po zhvillohen gjyqe për ekstradimin e britanikëve, ndërsa nga Shqipëria gruaja e të ndjerit lutet që ekstradimi të ndodhë dhe të gjykohen në Lezhë. Vëllai i Ardian Nikulajt i tha The Sun se jeton çdo ditë me frikë pasi dikush e ka paralajmëruar se nga armiqtë e tij është caktuar një çmim 1.7 milion pound për çdo që merr përsipër ta vras. Çdo natë i puth fëmijët pa e ditur nëse do t'i shoh përsëri në mëngjes prej hakmarrjes, shprehet ai. The Sun takoi një ekspert shqiptar të krimit të organizuar, i cili deklaroi se përpjekjet për ta eliminuar Ardian Nikulaj nisën që herët, por askush brenda vendit nuk pranoi të bëjë një krim të tillë për 1.7 milion pound. Ndaj u kërkuan vrasës jashtë Shqipërisë. Ai tha se Ardiani ishte paralajmëruar prej vitit 2021, rriti sigurinë, por në të vetmin vend ku lëvizte paroje u vra. Krimdjak ftohet si një film hollywoodian, përshkruan The Sun momentin e vrasjes së pronarit duke pirë kafe, duke u ndalur te hakmarrja si kodilashti shqiptarëve, por këtë radhë me ndryshime pasi u përdor skuadër e huaj vrasëse. Vrasja dyshohet se u porosit nga Anglia nga Edmond Haxhia, familjari Lekstakajve. 4 britanik akuzohen se vëzhguan lëvizjet e viktimës, të cilët erdhën si turistë në hotelin e tij në Shëngjin. Të gjithë po përpiqen të pengojnë ekstradimin në Shqipëri dhe një vendim përfundimtar pritet ta jap gjykata e lartë britanike.